Në një rrëfim të rrallë, në podcastin Pa komplekse me Elionin, në bashkëpunim me Dritare TV, Kozeta Mamaçi ka ndarë dhimbjen e saj për humbjen e të birit, Sokol Oldashi, duke sjellë kujtime që mbeten të gjalla dhe të pamundura për t'u haruar. Ajo kujton momentin e fundit me të birin si një plagë që nuk mbyllet kurrë. Ishte e tmerrshme, e përcolla pedera atë ditë, më dha atë të puthurën e zakonshme në ball, edhe iku dhe serdhi më. Rrëfen ajo, duke shtuar se edhe sot e ka të vështirë ta pranojë realitetin. Humbja e tij e goditi aq fort sa për një kohë të gjatë ajo u tërhoq plotësisht nga jeta sociale. Nuk dola 2 vjet e gjysmë nga pragu i shtëpisë. Më është tharë shpirti, nuk kam më motiv, shprehet Mamaçi, duke treguar boshllëkun e madh që la pas kjo tragjedi. Në kujtimet e saj, Sokol Oldashi mbetet një shpirt i ndjeshëm dhe i thellë. Ajo e përshkruan si një njeri që prekej lehtë dhe që kishte një botë të pasur shpirtërore.